Brëma, unë jam Fatri Teradima dhe vi nga agjensia Rama Events. Sot do të bëj një vizitë të papritur kryeministit të Shqipërisë Edi Rama. Ju nuk dini gjë, ti di gjë ti? Ja ty, di gjë? Jo, kur ta shikoni do bëni? Ua! Tani duaj një provë të gjithë bashkë. Jeni gati po? Po jeni gati? Një provë. Ua! Por keni kërë buka, pas keni kërë buka po jo? Edhe njërë, ua, fort! Edhe njërë mo, fort, ua! Tja më i besushëm ti, hape gojën deri në fund, jo ashtu. Ua, kod, ua! Dakor, orkestra, tje, ua! Bëjti tigrin, ti tjetri? Bravo, më i besushëm, hape gojën, zjerojeni. Pra kryeministi Edi Rama do vinë një vizit të pa, nuk dini gjë, nuk zdim gjëne. Gati, reshtoria, le të futet! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Shumë mirë, bravo, shumë bukur, më përqen, tje, gjokë si para, vithet brapa, shumë bukur, bravo, ti këtu, gjokë si para, vithet brapa, shumë bukur, gjokë si para ti, vithet brapa. Për një pa qorape ti se e shumë të vogën. Dakord, ti, gjokësi para, vithet, ku e ke gjokësi ti? Mashkull. E po mirë, vër pak buskuq të paktën se... Gjokësi para, vithet mrapa, shumë bukur. Ja tjetë duket që është mashkull, bravo. Ti folë për vete, në regull? Po mirë, po takat, ku i ke takat ti? Do me lëshrat? Dakord, shumë bukur. Tani, do të vi kryeministi i Shqipërisë. Ju nuk dini asgjë. Asnjëri nuk di asgjë. Të gjithë ne nuk dim asgjë. Po apo jo? Keni kërë buka apo jo? Jo. Dakord. Kryeministri, muzikë, dua muzikë të mirë. Gati? 1, 2, 3. Ja, stop. We will wrath you. Ja, bëj me dorë shumë. Zotë kryeministër, si ju duket? Mirë... Qarë duan ata policët aty? Jo, kemi ardhur rastisht, apo jo? Kemi ardhur rastisht, zotë kryeministër, rastisht. Pse mi ke heq nga puna, mi ke sjell policat tu me pa portokallin? Jo, po nga që shkojnë me dekorin, thash, mos edhe nga që është më bukur. Urgjent të gjithë në punë! Dakor, si të thua është Edhe ti! Në punë! Faqa. Ju falenderoj që keni ardhur këtu. Unë nuk e dija që do ishit gjithë këtu. Erdha surprizë, madje edhe shoferi nuk më tha se ku do më çonte. Thjesht hapi derën, më futi shkelmën dhe erdha. Dhe me që jam surprizë, dua t'ju bëj dhe juve një surprizë. Do ftoj këtu 2 nga pak gazetarët që janë vërtet pavarur në Shqipëri. Eneda Tarifa dhe Salsano Rapi. Ju betohem që unë nuk di asgjë dhe tërësisht rastisht nuk di asgjë fare. Fare. Vetëm bodyguardët na kontrolluan, po kështu nuk dim gjë fare, jo. Dhe mi që erdhe dhe ju surprizë dhe unë surprizë, jeni të lirë sonte të më bëni çfarë do lloj pyetje doni. Je i bindur? Çfarë do lloj pyetje keni dëshirë? Të gjitha. Shumë mirë, kam një të shpejtë. Gjatë fushatës keni bërë 17 premtime dhe keni mbajtur vetëm 7. Pse? Në pyetje tjetër s'kishe... Kam unë një pyetje tjetër. Shqyqyr. Gjatë fushatës ju premtuat për 17 gjëra që do plotësonit. Vetëm 7 keni plotësuar, pse të tjerat jo? Kemi bërë vetëm 7, Salsano, sepse ne kemi premtuar që do realizojmë 17 për 4 vite. Qofse nuk ja dalim për 4, do ja dalim për 8. Qofse nuk ja dalim për 8, do ja dalim për 12. Plus 4, plus 4, plus 4. E kuptova. Keni premtuar për shëndetësinë falas, zoti kryeminist, pse nuk është bërë falas? Në pyetje tjetër s'kishe? Jo. Shëndetësia është falas, është premtimi i mbajtur, sepse shëndetësia shqiptare nuk bëha si lek. Duke mos bëha si lek, është falas për gjithë ju.
Një pyetje Po, patjetër, i keni premtuar shqiptarëve që legalizimet do të falen. Nuk do falen, por do jenë falas. Do jenë falas? Do të jenë falas. Dhe edhe ky është një premtim i mbajtur. Si mbajtur? Legalizimet janë falas. Procedura është me lek. Si ta kuptojmë të procedura me lek? Procedura, ty do paguash arkitektin, urbanistin, hidraulikun, topografin, vullat, sekretaren, sekseren, ashensorin, tokën, urat mitoksore, urat notoksore, pak gjel për artan lame se ka fiksim. Pra, legalizimet janë falas, thjesht pak gjëra për Procedurat. Keni premtuar që do të hiqni taksën e biznesit vogël. Nuk e keni bërë, zoti kryeminist. Nuk e kemi hequr taksën sepse biznesi i vogël është si ai fëmia i vogël që duhet i marrë të gjithë proteinat. Po nuk i mori, ai nuk rritet dot. Dhe ne po ja hoqëm taksat, biznesi i vogël nuk bëhet i madh. Prandaj ja kemi lënë gjitha biznesit vogël që të rritë bëhet i madh, mos bëjmë më kështu pyetje. Keni premtuar për 300.000 vende të reja pune. Ku janë? Qeveria jon vetëm në 100 ditët e para, fal faqes saj online dhe fal aplikimeve online, ka punësuar 100.000 qytetarë. Ashtu është, po ka hequr një 125.000 tjerë. O zoti kryeminist, tani ato që janë nëpër fshatra, nëpër qytetet lagta, nuk ka internet, nuk ka drita, si do aplikojnë online, lutem? Më fal tani, si do mbaroj kjo punë njëre për gjithmonë? Hiq njërin vër tjetrin, hiq tjetrin vër njërin. Po pra, u lodhëm? është e imja s'është e ti, marr bosh la kredi. Aksidente rrugore, si do t'i bëjmë që t'i eliminojmë? Merendi, sa po bën Merendi? Më vjen keq Krimi tani. është në rrugë, zoti kryeminist. Po bujësia. Por Por për integrimin, çfarë po bën për integrimin? Na thuaj një fjalë. Kultura njerëz më qanë zemra për kulturën. Por për drejtësinë, gjykatat, prokuroria, E të çfarë bëni për to? mërshme, drita, ujë, ne duam gjërat kryesore. Jo, përgjigju, të lutem. Lutem pse na u përgjigj. E të mërshme. Jo, nuk do të fillojmë me të qarën. Mirë se keni ardhur në sezonin e ri të portokallis. Kjo është... Po ju lutem. Kjo është faqja e 292 dhe ne jemi shumë të lumtur që ju kemi plot, ju kemi këtu në sallë ashtu si 10 vite përpara. Pra le të filloj, kjo është faqe plot humor, plot i qeshura, shoqëruar me duar trokitët tuaja të shkëlqyera. Le të filloj Portokallia. Nuk e plua tani, ëp? Shko kujdesu pak, shko kujdesu. Po shkoj se, mbas se kom të gabim, ë? Po shko se ti ke eksperjenca me kalamajt.